Në tubimin e kandidatit për kryetar të PDK-s Shaqir Totaj e ku ishte dhe partësi listës si dhe një numër i konsideruar i kandidatëve për kuvendar në lagjen Jeta e Re. U pa se kjo lagje foli qartë, tubim që dëshmoi se mobilizimi është në kulm dhe se Prizreni po ecën i bashkuar drejt një të ardhmeje edhe më të zhvilluar, ka theksuar fillimisht partësi i listës Kujtim Gashi. Atë mirë që Prizreni tash pas 4 vite është transformuar pothuajse tërësisht prej të shishi Shatërvën e deri të lagjet e fshatrat e komunës tonë, dhe kjo nuk është bërë rastësisht, është bërë me punë, me përkushtim, me angazhim dhe ju keni pasur që tash ndoshta pak me vonesë, por ka filluar të transformohet edhe lagja Jeta e Re. Ne kemi pas kërkesa të vazhdueshme nga kryetari i lagjës, nga shkëmbimi, nga Gjerdeti, kryetari i Mendelës edhe për projekte të shumta. Këtë lagje jemi me një vend banim ku po transformohet me shpejtësi, po rritet me shpejtësi, po zgjerohet edhe sigurisht që nevojat dhe kërkesat e këtij lokaliteti janë të mëdha, por për me realizu këto pune dhe kërkesa do të pas një leadership. Ai leadership do të më qenë dëshmu, e po besoj që kryetari Shaqir Totaj e ka dëshmuar veten këtë mandat me shumë projekte, me shumë punë, me shumë angazhim dhe ne kemi sigurisht si subjekt politik ndër që e kemi pas kryetar këtë mandat që përmbyllim 4 vjeçor. Derisa kandidati Shaqir Totaj para të pranishmeve ka theksuar tashmë erdhi koha që vlerësimin tuaj ta shohim për punët tona që i kemi bërë këtu. Andaj po e shoh se mbështetja e sotshme garanci për fitoren që na pret më 12 tetor. Çdo lagje dhe çdo fshat i Prizrenit do të jetë pjesë e zhvillimit ton konkret në të ardhmen, u tha Totaj të pranishmeve. Është një destinacion, është një rrugtim, është një lëvizje e vazhdueshme. Nuk mund me thonë unë që jam kryetari i Prizrenit jam i suksesshëm. Ajo është një moment lëviz vazhdimisht. Edhe perfekcionizëm, do thonë jemi perfekt, super, s'ka edhe ajo. Ajo që është e rëndësishme është përmirësimi i vazhdueshëm. Çdo ditë, çdo javë, çdo muaj një përmirësim i vogël, pas 4 vjetë ku të kthejmë luet për masë në shaqe që ato përmirësime të vogla e kanë bërë dallimin e madh. E kjo do të vazhdon, sepse unë jam shumë i sigurt që punët e mira vlerësohen. Edhe nga ju, edhe nga shumë banorë tjerë të lagjës, edhe nga shumë banorë tjerë të qytetit, edhe na do të kemi një kontinuitet, nuk do të ketë nevojë me ndryshu shumë gjëra, është ndryshime të vogla kozmetike për shtatje, edhe 4 vjetë përvojë që i kemi në qeverisje lokale, të ta shërbejnë që mandatin tjetër me qenë hala ma efektiv, edhe hala ma efikas. Nuk i kemi qëllimin veç të një fitore për Prizrenin. Besojnë që kemi qëllimin me dhonë një mesazh të fuqishëm të rikthimit të logjikës dhe të mendjes shënosh në nivel qeveritar të Kosovës. Jemi dëshmitar të asaj se Kosova për momentin është në sankcionet e Bashkisë Evropiane. Dialogu strategjik me Amerikën nuk ka ndërprerë. Prej 2023-ës të tash kemi humbur 600 milion për shkak të sankcioneve Bashkisë ndërkombëtare të Evropës ndaj Kosovës. Këto dhona janë si mas analizës institutit ka. Në këtë takim prezantuan dhe u betuan edhe kandidatët e kësaj lagjeje që tashmë janë në listën e PDK-s dhe do të jenë zëri dhe fryma e kësaj lagje. Të tregon që po dëshim që fitoria do nis nga kjo lagje dhe besoj që do ta sjellëm edhe fitoren për kryetarin Shaqir Totaj. Unë gjatë të ditë fshatës pothuajse kam tragit shumë derë dhe kam marrë shumë falla dhe probleme të ndryshme. Po një ndër ta, tash edhe së fundi kemi prej edhe projektin i cilën 1.200.000 dhe ndër ato projekte dhe probleme që i kemi besoj që do të zgjidhen.